Përshëndetje nga Brukseli, nga komuna e Skarbegit, ku autoritetet zyrtare belge kanë marrë vendim që edhe një figurë historike shqiptare ta nderojnë. Është fjala për kolonel Muharrem Bayraktarin. Homazhet për këtë figurë, komuniteti shqiptaro-belg do i fillojë me një nderim tek varrezat për të kthyer më pas, po në këtë ambient, ku dhe do zbulohet pllaka përkujtimore e kolonelit Muharrem Bayraktari me rastin e 25 vjetorit të vdekjes së tij. Kolonel Muharrem Bayraktari ishte nga qyteti historik i Kukësit, ku sikur dikur, po ashtu dhe sot, motja e këtij qyteti është qyteti i mikpritjes dhe i bujarisë. Në vitin 2000, Kukësi ishte kandiduar për çmimin Nobel për paqe, me motivacionin e pritjes së mbi 45.000 shqiptarëve nga Kosova, të dëbuar nga ushtria paramilitare dhe serbët e armatosur të Kosovës. Në vitin 1921, qeveria e Tiranës e dal nga Kongresi i Lushnjës e gradoi Muharrem Bayraktarin me gradën Toger dhe e emroi zëvendëskomandant, kurse më vonë komandant të gjandarmërisë së prefekturës së Kosovës. Gjatë kësaj periudhe, Muharrem Bayraktari kontriboi shumë në vendosjen e rendit dhe qetësisë në vend. Me ndihmën e tij, Shqipëria e trazuar u kthye në një vend të stabilizuar. Në vitin 1946, i raskapitur nga luftimet me forcat e ndjekjes, ai largohet nga Shqipëria dhe pasi qëndroi për disa vite në vende fqinje, në vitin 1953, përfundimisht vendoset në Belgjik, ku jeton deri në fund të jetës. Gjatë gjithë periudhës në mërgim, ai kur nuk rreshti së punuari për të mirën e kombit shqiptar, për vendosjen e një sistemi demokratik dhe bashkimin e trojeve etnike shqiptare. Ishte antar i kryesisë së organizatës Shqipëria e Lirë, e udhëhequr nga Mithat Frashëri, organizatë kjo që ishte organizuata më e fuqishme antikomuniste e mërgatës dhe diasporës shqiptare. Me rastin e 25 vjetorit të vdekjes së kolonel Muharrem Bayraktarit, autoritetet zyrtare belge si dhe ato shqiptare, me një ceremoni rasti, bën homazhe dhe vendosën kurora tek varri i tij. Sulejman Gjana, veprimtar i dalluar i mërgatës shqiptare, ndër të tjera e vlerësoi lart rezistencën e kësaj figure historike, i cili synonte lirinë dhe bashkimin e trojeve shqiptare. Të pajtohej me një pushtet kulturë të serbëve dhe me një ideologji slavo-komuniste. Aq më tepër kur dihesin krimet që kishin shkaktuar në Kosovë brigadat komuniste dhe marrëveshjet anti-shqiptare të komunistëve me serbët në fushën të Kosovës. Mbas vendosjes së diktaturës komuniste në Shqipëri, Muharrem Bayraktari vazhdoi aktivitetin e tij në ilegalitet, duke marrë lidhje të ngushta me të gjithë grupet nacionaliste dhe antikomuniste në Shqipëni dhe Kosovë, si dhe me misionin britanik në Tiranë. Shqipëria ka qenë gjithnjë një vend i shtrejt në zemrat tona. Duhet të jemi mirënjohës ndaj Sulejman Ramadan Gjanës, si dhe këshilltarit ton Borim Demiri, që e morën iniciativën si dhe të gjithë procedurat që duhen zbatuar për të bërë homazhet në varrin e Muharrem Bayraktarit. Unë sot nuk po i bëj homazh thjesht vetëm një heroj shqiptar, por një heroj të lirisë dhe mbar njerëzimit. Për ta nderuar babain e tij dhe të pranishmit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku kishte migruar prej kohësh, ishte edhe i biri i Genci. Ai donte tashmë mban bisupe plot 80 vjet, kujtesën e ka të kthjellët, kur flet për babain dhe rrethanat e kohës. E vlerësoj aq shumë sa s'disha me thanë për to. Dhe i falenderoj jashtëzakonisht si e bën këtë gjest. Për mu është e papritur, me thënë drejtën. Ajo veprimtaria e babës tim ka qenë bashkëpunëtori i alatëvet në kohën e luftës. Dhe ka jetu, që është e vërtetë, ama si ka ardhur në emigracion, ka jetu rreth 35 vjet në këtë vend. Këta e kam vlerësu sigurisht prej atyne bëmave që ka pas për para. Dhe po është rradh kjo, që të vlerësohet një hull në një vend që është tepër demokratik. Në ceremoninë qendrore, e cila u mbajt në sallën e madhe të komunës së Skarbegut, ishin të pranishëm ambasadorët e Shqipërisë, Kosovës e Maqedonisë dhe pjesëtarë të komunitetit shqiptar të Belgjikës e të Hollandës. Alors je me suis fait juste expliquer
ce que voulait dire Bayraktar. Skarbeku ka qenë tokë mikpritëse për të gjithë ata që vinin këtu për të jetuar. Në këtë kontekst e kemi pritur edhe kolonel Muharrem Bayraktarin si një luftëtar i madh kundër fashizmit dhe komunizmit. Ai po ashtu angazhua për të drejtat e njeriut dhe për këtë ne me respekt e kujtojmë sot. Ai me shqiptarët e tjerë i mbrojti hebrejt në Shqipëri para dhe gjatë luftës së dytë botërore. Shtrohet pyetja, çka do të thënë fjala Bayraktar në gjuhën shqipe? Fjala Bayraktar do të thënë ai i cili është bartës i flamurit, përjetari, ai që arsimon, ai që shkon në luftë për vendin e vet dhe prandaj Muharrem Bayraktari me punën dhe jetën e tij e nderoi mbi emrin e tij. Ne jemi krenar me shqiptarët dhe punojmë bashkë këtu në Skarbek, i cili është vend i hapur mikpritës dhe i ofron respekt çdo kujt. Për organizimin e këtij aktiviteti si dhe për kontributin e ofruar, udhëheqjen e Skarbegut e falenderuan edhe komuniteti shqiptar si dhe mbesa e kolonel Muharrem Bayraktarit. Më pas, kryetari i komunës, Klar Fajy, shtoi se liria dhe respekti për komunitetin e njerëzve që vendosin për fatin dhe për atdheun e tyre janë vlerat e përbashkëta dhe me respektin për këtë personazh të madh të historisë shqiptare e të Skarbegut ku ai jetoi deri në shuarjen e tij, ne sot po e zbulojmë këtë pllak përkujtimore. Pllak kjo, e cila do mbetet në ambientet e komunës së Skarbegut deri me 28 nëntor, ku Këshilli Komunal parashikon ta vendos atë pranë statujës së Skënderbeut në Bruksel. Si e vlerësoni ju gatishmërinë e autoriteteve belge që mundsuan, domethënë, të nderojnë figurën e Muharrem Bayraktarit? Unë besoj që kjo është diçka jashtëzakonshme për këtë iniciativë që është marrë nga autoritetet belge, për një personalitet që ka jetuar me të vërtet më se 40 vjet këtu në Belgjik, edhe për ta vënë atë pjedestalin që ka merituar për veprën, për sakrificat e tij. Mendoj se është një hap i mirë që këto personalitete tani dhe të gjithë shqiptarët të vlerësohen në mënyrë korrekte ashtu siç janë dhe të ndryshojë pak a shumë imazhi i shqiptarëve që gjithmonë ka qenë jo në nivelin e personave që përbahet nga ky komunitet. Për shembull Faj Konica që ka qenë këtu në Belgjik dhe që realisht ka qenë një intelektual i madh jo në rangun vetëm të komunitetit shqiptar, por edhe për Belgjikën mendoj se është mirë që të vlerësohet dhe ka qenë edhe një përkujtimore që është inauguruar në komunën e Saint-Gilles ku ka jetuar pikërisht në rrugën ku ka jetuar Faj Konica, në rrugën Albani, me emrin e do të thotë Shqipërisë. Burim, si e vlerësoni ju këtë iniciativë të kryebashkiakut të Skarbegut për të nderuar figurën e Muharrem Bayraktarit? Unë falenderoj kryetarin e komunës Bernard Kerfajia që na ka mundsuar me bëni pllak për Muharrem Bayraktarin me nutë e parë Zafat. Unë si këshilltar kriminal kam kontribuar me ndihmuar kryetarit për me bën këtë pllak. Era na ka krenu këtë shqiptarëve me këtë figurë e kolonelit Muharrem Bayraktarit. Unë si këshilltar do të vazhdojmë të bëjmë projekte të tilla si sot me kryetarin e komunës Skarbek. Figurën e kolonel Muharrem Bayraktarit e kanë vlerësuar lart edhe historianët. Uran Butka shprehet se ndër miliarda njerëz që vinë e shkojnë, të paktën janë ata që bëjnë epokë dhe lën emër në historinë e kombit të vet. Një i tillë është dhe Muharrem Bayraktari. Ndërsa në letrën që Edith Durham, zonjë shuar angleze, mbrojtëse e flakët e çështjes shqiptare me 30 korrik të vitit 1943, i shkruan ministrit të jashtëm të Anglisë, ku ndër të tjera thotë se Shqipëria po lufton për liri. Në verilindje udhëheci më i shquar është kolonel Muharrem Bayraktari. Një burr shteti si Julian Emery, në veprën e tij Bit e Shqipës, e ka krahasuar Muharrem Bayraktarin me perandorin gjerman Williamin II. Ky tubim ka një veçanti se ka qenë organizuar në mënyrë zyrtare edhe në bashkëpunim me autoritetet lokale këtu, edhe kryetarin e komunës, zotrin Klefai, këtu në Bruksel, e në sajët organizimit nga Këshilli Organizativ me në krye me të riun Burim Demiri, që qëllimi i këtyre organizimeve faktikisht është kujtimi i figurave tona historike,
po edhe zgjimi i kurreshtjes edhe i dëshirës që të rinjët shqiptar të interesohen më tepër për historinë e të parëve të tyre, për historinë e kombit, edhe në këtë mënyrë të jenë më afër vendlindjes edhe vendit domthonë kakanar. Kjo është një nder shumë i madh për Lumën, Kuksin dhe gjithë kombin shqiptar. Muharrem Bayraktari është gigani i nacionalizmit shqiptar, njëri i trim, ka kontribuar në çdo lloj bande antinacionaliste dhe anti-shqiptare, ka luftuar kundra fashistëve italian, kundra nazistëve. Muharrem Bayraktari është një nga figurat e asaj kohe më mendjeholl që ka patur kombi jonë dhe meriton shumë respekte nga kombi shqiptar, si dhe nga kombet e huaja, siç po e vlerësojnë tash. Zoti Xhara, ju si njëri ndër organizatorët e këtyre manifestimeve që organizohen në diasporë, në Morgat kryesisht në Belgjik, si e vlerësoni ju këtë? Për ne është një nder i veçantë që figura e Muharrem Bayraktarit të vlerësohet dhe të nderohet zyrtarisht nga kryetari i komunës Skarbekut në Bruksel, si një patriot shqiptar, si një nacionalist, si një luftëtar antifashist, një luftëtar antinazist dhe një luftëtar antikomunist, i cili dha një kontribut në historinë e vendit tonë. Pra është një nder për gjithë shqiptarët që figurat të tilla të vlerësohen dhe të respektohen nga partnerët tanë evropian, siç është rasti i kryetarit të bashkisë Skarbekut këtu në Bruksel. Në këtë drejtim besoj se përmirësohet edhe imazhi i gjithë komunitetit shqiptar kur vëmë në dukje vlerat e personaliteteve të tilla dhe sigurisht që ne do të vazhdojmë në këtë drejtim për të dhënë një kontribut për përmirësimin e imazhit të shqiptarëve kudo qofshin ata. Skarbegu është ndër 3 komunat më të mëdha nga 19 komunat e kryeqytetit të Mbretërisë së Belgjikës. E përbër prej shumë lagjesh, ajo dallohet për parqet e shumta, ndër të cilat spikat parku Josefat, për ndërtesat si dhe për shumë art brenda tij. Pra, Skarbegu lirisht mund të quhet muzeu dhe qyteti plot histori. Në Skarbek ndodhet kisha e Shënmërisë, ku kryen ceremonit fetare të pallatit mbretëror, shtëpia e arteve e të tjerë. Është e vetmja komunë e Brukselit pas temën e vet identifikuese, pa çka konsiderohet komunë bardh gjelbër, e prirë për paqe, miqësi e qetësi. Në Skarbek po ashtu ndodhet edhe përmendorja e Skënderbeut, e cila me mbështetjen e drejt për drejt të kryetarit Kler Fahy është krijuar një fond i veçantë i cili do të përdoret për merremetimin më cilësor të monumentit për kryetrimin ton Gjergj Kastrioti Skënderbeun. U largua nga Skarbegu i Belgjikës me përshtypjen më të mira se këtu çmohet dhe vlerësohet historia dhe figurat e saj të spikatura, sikurse ishte në këtë rast ajo e kolonel Muharrem Bayraktarit. Këtë kronik të zgjeruar nga Skarbegu i Belgjikës po e mbylli me thënien se një popull i cili e harron të kaluarën ka rrezik që historia t'i përsëritet.